Teleshikues të nderuar, përshëndetje të përzemërta kudo qeni. Ja prapë jemi së bashku me emisionin kushtuar Ramazanit nga sfera e bashkëpunimit mes Radio Televizionit Kosovës dhe Bashkisë Islame të Kosovës. Të ftuar në studio kemi zotëri Ekrem Simnica, cili është drejtor për diasporë në Bashkinë Islame të Kosovës, me të cilën do të bashkëbisedojmë lidhur me organizimin e muajit të madhërisëm të Ramazanit në vendin Mërgat. Zotëri Simnica, mirë se vini. Fillimisht, agjerim të lehtë, jemi në fillim pra të Ramazanit dhe shpresojmë se këto ditë jeni, them kështu, paksa përgatitur edhe më herët dhe jeni duke shkuar mirë në Ramazan. Faleminderit, me siguri po. Dhe a mund na thoni vije fjala me që në këto emisione tematike do të flasim për çështjen e Ramazanit, organizimit i muajit të madhërisëm, Bashkia Islame e Kosovës, institucion i rëndësishëm i sferës fetare në Kosovë, si është duke organizuar natyrisht do thotë çështjen dhe mbarvajtjen e procesit organizimit të muajit të madhërisëm të Ramazanit, duke pasur parasysh edhe Mërgata jonë është pjesë e jona dhe së bashku do thotë jemi këtu një forcë kohezive. Bismillahirrahmanirrahim. Unë shfrytëzoj nga rasti që t'ju uroj të gjithë besimtarëve musliman muajin e shenjtë të Ramazanit, muajin e begat, muajin e solidaritetit, muajin e mëshirës, që Zoti fuqiplot e veçoi këtë muaj prej muajve të tjerë, me veçori të cilat vetëm tash mo jemi të njoftuar dhe të njohur me, siç që është edhe fillimi i vetë shpalljes së pejgamberit i dërguar i Zotit xhaleshanu, fillimi i shpalljes së Kuranit, si shpallje hyjnore e fundit mbi sipërfaqen e tokës, me pas edhe gjëra dhe elementet nata e kadrit e cila është në këtë natë dhe kështu me radhë, pra që shfrytëzojmë nga rasti që ne të urojmë të gjithë besimtarëve islam, kudo që janë ata, besimtarëve musliman, edhe në vendlindje, po edhe në diasporë, duke patur parasysh se për ata shkon bile spaku një urim i veçantë, duke uru dhe duke lutë Zotin xhaleshanu që ai t'ja u lehtëson të kanë një agjerim të lehtë dhe të pranueshëm nga ana e Zotit. Zotëri Simnica, natyrisht gjithherë duke pasur parasysh se nëna të mësurit është përsëritja. Ne kemi parasysh që për çdo vit, çdo gjenerat që vjen një armate të rinjve të cilët hyjnë dhe e kanë, themi kështu, Ramazanin e parë që agjerojnë. Nuk të flisni shumë shkurt pak për këtë aspekt organizativ që kjo gjenerat e cila vije me të vërtet themi është një begati plus e asaj. Këto do të ndërlidhem, është interesant që Ramazani e ka një filozofi të thellë të këtij muaji, ku Allah i madhëruar në Kur'an e ka treguar se megjithatë ka qenë pra edhe obligim edhe të popujt tjerë të mëhershëm, duke as mos marrë drejt që ne të mburremi me këtë ibadet dhe me këtë adhurim, po as të llogaritëm si popull të llogaritëm vetveten se jemi të nënçmuar apo se jemi të ngarkuar me diçka që nuk kanë patur popujt të tjerë. Ky është një ritëm i atyre obligimeve që edhe popujt të tjerë Zoti xhaleshanu i ka ngarkuar me këtë adhurim. Është interesant filozofia e këtij muaji për ata dhe të rit gjithherë kanë dëshirë, kanë korreshtje që të provojnë të hyjnë në këto gjëra, duke patur parasysh se fakti që na në Ramazan nuk ham edhe nuk pim. Domethënë ndalohemi prej ngrënies edhe prej pirjes, që janë dy veprime këto që janë shkaqe gjallërie. Që pa to, pa marrjen e ushqimit edhe pijeve, gati që nuk mendohet as jeta e njeriut dhe gjallëria. Po gjithashtu edhe ndalohet se na nuk bëjmë marrëdhënie intime gjatë kësaj periudhe, që është shkas apo ky veprim që është edhe shkak i shtimit njerëzor. Këto dy elemente ndalohen në muajin e shenjtë të Ramazanit. Gjithherë kemi parasysh kohën e caktuar, gjithçka është me orar. Normal, kohën e caktuar, prej agimit, po kjo është edhe ajo sprova, kjo është edhe ajo përgatitja, kjo është edhe ajo dalja prej atij robërimit të përditshëm të cilin ne jemi mësuar në jetën tonë të përditshme, gjatë edhe jashtë muajit të këtij lloji. Zaten edhe po mos të ishte Ramazani, po mos të mbetet Ramazani, ndoshta edhe fetarët më të mëdhenj që i llogaritemi ne që janë,
nuk do të kishin mund të shpëtojnë prej robërimit të këtyre traditave, zakoneve, virtyteve të cilat ne i kemi në jetën e përditshme. Por Ramazani është ai i cili, me ndalimin prej këtyre gjërave, sikur e bën që njeriu e nxjerr prej asaj robërisë që është mësu, është jeton për çdo ditë me te, dhe e kthen në atë natyrshmërinë. Për ata dhe Zoti e ka bë obligim agjerimin e këtij muaji. Për ata dhe të rit, falë Zotit, janë për çdo ditë shohim që janë të interesuar, futen dhe numri i madh i agjeruesve si duket janë prej gjeneratave të reja, të cilat ata me shumë bujari, me shumë mirëqenie, me shumë devotshmëri e kryen këtë obligim edhe nuk e llogaritin se është ndonjë ngarkesë për ta. Megjithatë, profesor Stimnica, është ajo e veçantë e saj që Ramazani në një farë forme e lidh robën me Zotin, drejt për drejt, apo thjesht thënë, cili do ta di a jemi apo ne agjerueshëm, me vetë faktin që është kjo ndërlidhshmëri. Dhe në këtë shtrirje, ku është një këtë organizim dhe këtë përkushtim të gjithë xhamatit, gjithandej vendit, natyrisht duke mos dashur asnjëherë që po flasim sonte ndoshta edhe për mërgatën tonë të respektuar, e cila her pas herë në vende të ndryshme ka pak të lashëm me kohën, do të agjerojnë ma gjatë e ngjashëm. Ja, është me të vërtet agjerimi i muajit të Ramazanit është institucion i veçantë. Dallon prej të gjitha institucioneve, prej të gjitha adhurimeve, ibadeteve të tjera. Domethënë është shumë sekret. Zaten edhe një thënje pejgamberit alayhis salatu wassalam, thënje që është nga Zoti xhaleshanu, thotë se çdo veprim i njeriut bëhet për njerëzit. Njerëzit arrin ta vlerësojnë atë, përveç agjerimit. Agjerimi bëhet vetëm për hir të Zotit dhe Zoti shpërblen drejt për drejti për te. Domethënë nuk kemi mundësi ne, sa njerit do të ishte mbur, do të ishte lavdëruar me agjerimin, po të kishte patur mundësi ta demonstroj ato. Si që demonstrojmë për shembull namazin, si që demonstrojmë për shembull në haxhin, si që demonstrojmë nxjerrjen e zakatit, si që demonstrojmë adhurimet edhe ibadetet të tjera, apo edhe kushtet të tjera të islamit të cilat janë. Këtu është ajo veçoria, këtu është ajo esenca, këtu është ajo filozofia e agjerimit, që është i msheft dhe nuk ka mundësi askujt të paraqesim dhe të dëshmojmë, të demonstrojmë se na jemi agjerueshëm. Dhe për atë Zoti shpërblen. Është kohët e gjata me të vërtet, na jemi në një periudhë bukur që është ndoshta edhe momenti kur është koha më e gjatë, dita më e gjatë në vendin tonë, po edhe në shtetet e perëndimit ku mërgata jonë mas tepër pjesa dërmuese atje dhe jetojnë dhe veprojnë. Por është interesant se tash janë edhe pak në këtë periudhën kohore, kur edhe studentët edhe nxënësit edhe veç fillojnë i kanë disa ditë e pushimit të tyre që kanë mundësi ta bëjnë një orar të veçantë paksa që të programojnë jetën e tyre, se ajo është shumë e rëndësishme. Bile unë këto kisha shfrytzuar nga rasti që për gjithë ata punëkrys të cilët janë, të gjithë ata zotni të cilët ju japin punë dhe kanë të punësuar njerëz të cilët mbajnë agjerimin, mundohen edhe tentojnë ta mbajnë agjerimin, që nëse kanë mundësi t'ja u lehtësojnë paksa, nëse ata nuk kanë mundësi të marrin pushimin, edhe të dihet paksa një lehtësim për hir të muajit të Ramazanit, edhe të ndonjë orar nëse ka mundësi që të bëhet paksa i ndryshimi i atij orari, që t'ju japin pak mundësi ma lehtë që besimtarët islam do shta të kalojnë edhe agjerimin e muajit të Ramazanit. Zotri Stimnica, ka ndonjë mirë kuptim për këtë çështje të cilën e përmendni, jeni shpesh në mërgatën tonë për mjediset të ndryshme ku ata organizohen dhe natyrisht bëjnë punë atje, bëjnë jetën e tyre. Dhe megjithatë, ka mirë kuptim në këtë shtrirje dhe më intereson tema për ka është pyetja bazë kësaj ku mendoja sa xhamit atje janë të thjeshtë të mbushura me numër të njerëzve për kryen e rituale fetare. Numri i xhamive, edhe pse ato janë të regjistruara në forma të lloj-llojshme, disa janë të regjistruara si xhami, por disa të tjera si shoqata, në emrin e shoqatave, apo vend faljeve, apo vend takimeve, apo lloj-lloj emërtimesh, janë bë mjaft në perëndim, domethënë ekskluzive që janë qendra
t'i quajmë islame shqiptare. Nuk po folëm për qendra të tjera, të cilat ato janë kaluar një rol dhe njerëzit të cilët punojnë edhe veprojnë në ato qendra, janë kaluar një rol për mendimin tonë shumë pozitiv, që mundohen që t'ju dalin balë mërgjimtarëve tonë, vllazërve tonë, motrave tona, për atë që kanë nevojë dhe kërkojnë prej tyre, edhe duke u të bune për ato vende, e sidomos tash në këtë muaj të Ramazanit ka takime edhe të përnatshme të themi, edhe në namazin e taravive, po edhe në takime të tjera, po edhe organizimin e këtyne iftareve të cilat bëhen, dhe shqiptarët besimtarë musliman të cilët janë në ato të reva, për çdo herë i kemi afër atyre vendeve, ku edhe njoftohen edhe flasin edhe bashkëvendojnë edhe adhurojnë edhe Zotin, po edhe janë një lloj mënyre largimit të një lloj asimilimit të cilin është i pritshëm në ato vende, por takimet e tyre me siguri se e luajnë edhe atë rolin e vetë pozitiv, të cilat në për ato vende janë ka takuar. Numri është rrit, është një numër bukur i madh që ofrohen rreth atyre qendrave, e kryjnë urdhrat e obligimet. Është gjithçka e ngjashme sikur se në Kosovë ta zëm përveç që këtu janë me xhamime minare, ndërsa atje janë vetëm mesxhide apo forma tjera të organizimit. Mund të themi se identike jemi njësoj. Zatën ata në Mërgat po mundohen ta mbajnë atë traditën ma hershme, ma shumë se sa ne ndoshta që në vendlindje jem ka jepëm rëndësi. Do thotë që ka mësuar ndoshta edhe nga gjyshe. Janë rëndësi që po jepëm. Megjithatë, zotëri Simnica, prania e besimtarëve në Kosovë, si qëndron këtë vit duke pasur parasysh që ndoshta dinamizimi i jetës e bën të vetën dhe si po shkon puna në terren këto ditë kur flasin për organizimin edhe të brendshëm? Mirë, Bashkia Islame është në aktivitet të përditshëm, domethënë ka edhe enkas, domethënë shtim të aktiviteteve, duke qenë për çdo natë me xhamatin e tyre, në përxhamia, vizita, organizimi i iftareve, përgatitja dhe dhënia e ligjëratave të ndryshme, tribunave, hutbeve, gjitha këto është një aktivitet i shtumë në këtë muaj të Ramazanit, po edhe falë Zotit edhe besimtarët edhe xhamatin e kemi shumë të mirë, domethënë edhe ka fillu, ky muaj ka fillu mbar, duke patur parasysh se ndoshta edhe tu e pas ku mos me fillu mbar kur është muaj i veçantë që Zoti Xhaleshanu ka fillu shumë gjëra, edhe e dalloj prej të tjerëve. Dhe me të vërtet jemi shumë të kënaqur për këto net të cilat ne ka i kalojmë edhe me vllazërit tonë, edhe me xhamatin, edhe me motrat, edhe me vëllezërit tonë të cilët jemi në kontakt edhe në namazin e taravive, edhe në namazet të tjera, edhe rreth iftareve të përbashkëta edhe kështu. Zotëri Simnica, më intereson një element nisur nga ajo që feja islame, po natyrisht çdo fe tjetër që thirr në paqe, thret në mirëkuptim, thret në tolerancë dhe kur flasim për muajin Ramazan në këtë rast, ne dim që jo gjithkush mund të agjeroj dhe ka dhe forma që ata janë të liruar dhe nga vetë krijuesi. Si të sillemi ne në përgjithësi, marr edhe si agjerues, por edhe jo si agjerues, sidomos në mjedise dhe multietnike, të cilët nuk kanë obligim ndoshta të agjerojnë. Me thënë të drejtën, domethënë kjo është agjerimi i muajit të Ramazanit, është kusht prej kushteve të Islamit. Si që dimi pra duke fillu prej dëshmisë, e faljes namazit, e dhënies zeqatit, e haxhit, po edhe agjerimi i muajit të Ramazanit. Dhe në një farë forme mund të themi se kjo është obligim. Është obligim për besimtarët islam. Përveç që janë disa kategori që ata lejohen, që mos të agjerojnë. Ju lejohet mos agjerimi. Domethënë janë kushtet. Tashmë sigurisht të njohura. Fëmija, po, tash veç thuaj janë të njohura, fëmija për shembull ose ai i cili ka ndonjë prej smundjeve, ose ai i shtyre në moshë, ose gratë, femrat në ditët e tyre, domethënë dhe i kanë ato periudhat edhe ciklet mujore dhe gjëra të tjera, të cilat lejohen, pra kemi udhëtari për shembull që lejohet. Është shumë në rregull. Domethënë nuk ka në fenë islame, na nuk gjejmë ndonjë ngarkesë që nuk ka rrugdalje. Është obligim, po janë edhe kategori të cilat lirohen që mos të agjerojnë. Por megjithatë edhe pse lirohen,
Këtu të agjerimi i Ramazanit është pak sa një veçori që duhet ta kemi parasysh. Është një respekt dhe një nder i agjerimit i Ramazanit në veçanti. A do sot zotri Simnica që kur flisni për çështjen e respektit, ky respekt jep në reciprocitet, pa dallim asaj sepse feja na mëson që nëse të bën një e keqe kushtimisht po themi, do t'i themi jam agjerueshëm. Po. Këta jemi, domethënë për të tjerë, po edhe këta të cilët lirohen, duhet ta kenë një respekt të veçantë ndaj Ramazanit. Ti lirohesh mos me agjeru, po si besimtar nuk lirohesh mos me nderu dhe mos me respektu muajin e veçantë të Ramazanit. Jo të me dal haptas, po kjo shkon një lloj respekti reciprok. Unë lirohena prej agjerimit, po jo në dal tash të bëj qefe. Të bëj qefe në muajin e shejt Ramazanit dhe të bëhem me model i keq para masës. Ose të jemi tendencioz ndaj atyre. Ose tendencioz ndaj atyre të cilët agjerojnë. Përpara mund vje keq, po popujt të tjerë të cilët kemi jetuna me ta këtu në Kosovë dhe Gjetiju, i kanë në rajon, i kanë respektu agjeruesit. Edhe ata nuk kanë hangër para atyre besimtarve, para atyre agjeruesve që kanë qenë në një organizat, apo në një vend pune, apo në një shoqëri ku kanë qenë. Sot bëhen provokime. Do më thonë, këte është mirë që ta kemi parasysh, ta eliminojmë, duke patur parasysh se ajo është ai respekti i ndërsjellë është. Na nuk kemi kur gjë ndaj atij i cili nuk agjeron. Ose është vullneti, ose e ka ndonjë arsye që e lejon atë që ai mos të agjeroj. Po mos ta nderoj, mos nderoj edhe tjetrin, që ai atëherë po është një lloj mos respektimi reciprok në mes veti. Zotri Simnica, koha po na ikën shumë shpejt dhe siç thuhet derisa unë nxehem të hym në temë të misionit apo të trajtojmë me minuta po ikun dhe ju kisha lutë sa më koncis të jemi më të shkurtër në mënyrë që ta zbërthejmë atë që deshëm. Derisa bie fjala është organizuar në mënyrë tradicionale, iftare të përbashkëta, do të ketë diçka ngjashme edhe këtë vit apo ndonjë drek pas Ramazanit me diasporë, me mërgatën tonë të respektuar, duke pasur parasysh që ata po vijnë tash dhe i shohim në aktivitete të shumta humanitare, bëjnë vepra shumë të mira, ndërtojnë shtëpi, ngrisin, do thotë, hullin gurthemele, shumë çështje tjera. Si po shkon kjo situatë në bashkëpunim me Ne bashkëdhetarët tonë i falenderojmë shumë për mbar kontributin të cilin e kanë dhënë për vendlindje, si para luftës, gjatë luftës, po edhe tash sot e kësaj dite ndihmat e tyre dhe shtrimja e dorës nga ana e tyre nuk mungon. Ata meritojnë me të vërtet një falenderim shumë të madh, duke lutur Zotin Xheleshanu që t'ja u shpërblejë atë ndihmë edhe atë zgjatje të dorës që kanë bërë për vendlindje. Na si zakonisht, tradicionalisht e kemi pas bë organizime në një iftari që disa vite e bojmë, por si duket këtë vit paksa jemi të hamendur që a do të janë ata në sezon e ardhjes së bashkë. Sezoni e ardhjes edhe ajo po bën paksa ata edhe nëse vinë natën e Bajramit, por ne i sigurojmë që spaku na do të bëjmë një drek pune me ta, do më thonë në afatin apo në kohën kur e kanë javën e mërgjimtarve që është e organizuar edhe prej Ministrisë së Diasporës dhe që ne në kuadër të saj atë ju sigurojmë se na do të bëjmë dhe atëherë do t'i kemi edhe mërgjimtarët tonë, do t'i kemi më tepër, do t'i kemi këto dhe do t'jemi besoj që një drek pune dhe një aktivitet me ta. Dhe natyrisht jemi mirënjohës për gjitha ato aktivitete humanitare të cilat janë duke i bërë, ka bashkëpunime me shoqatën Bereqeti. Ajo mënyra e tyre, ata me të vërtet paksa unë e kam një lloj kritike ndaj tyre paksa, duke patur parasysh se ndihmat e tyre janë shumë të mëdha në vendlindje. Duke filluar edhe neve si Bashkësi Islame, po edhe ndërtimin e shtëpive për ata të cilët kanë nevojë, po edhe skamnorët e ndryshëm, po edhe jetimet edhe. Po problemi është te forma e ndamjes së atyre mjeteve. Ata një grup, konsideroni që nevojitet ndonjë kanalizim pak më konciz? Ajo do të ishte më mirë, edhe do të ishte më reale, duke patur parasysh se një pjesë po shpërndahet direkt prej tyre te personi, ose prej tyre drejt nëpërmjet ndonjë shoqate tjetër. Një pjesë nëpërmjet Bashkisë Islame, një pjesë, domethënë të gjithë, edhe në fund neve sikur nuk pe kemi të dhënat se sa ndihma pej diasporës neve do të hynë brenda. Ne do t'i kishim llogarit të gjitha se ato janë krejt ndihma për ne, popullin e Kosovës.
dhe është e mirë se ardhën, por t'ishte kanalizu, për shembull e kemi ne shoqatën Bereqeti. Vetëm evidentimi nëpërmjet shoqatës do të kishte mjaftuar dhe do të ishte e mirë si e dhënë për ndihmat që derdhen, se ato janë me të vërtetë janë ndihma shumë të mëdha dhe të shumta, të cilat derdhen në Kosovë dhe te popullata kosovare, por megjithatë shumë prej tyre edhe nuk evidentohen fare dhe mbesin ato sikur janë pezull edhe te individët që vetëm ata janë të njoftuar se është derdh. Për shembull na vrejmë edhe ndërtimin e shtëpive dhe i gjejmë gjithër kush ka financu, valla ka financuar prej filan vendit në diasporë apo prej filan vendit në diasporë dhe shumica dalin që finansat janë edhe ndihma është prej anës tyre. Zotëri Nica, erdhëm pra fare në fund të emisioni dhe duke dëshiruar agjerim të lehtë deri në fund të muajit të madhëshëm të Ramazanit, do të dëshiroj t'ju pyes, cili do të ishte një mesazh juaj për gjithë ata të cilët realisht kanë hyrë në këtë muaj? Mesazhi im për mbar popullatën shqiptare muslimane është që këtë muaj të Ramazanit të kemi mundësi të ruatem, të angazhohem, të respektojmë dhe të nderojmë në maksimum. Duke e ditur se me të vërtetë begatit në këtë muaj janë shumë të mëdha. E agjerum apo nuk e agjerum, të mundohemi të respektojmë dhe të nderojmë këtë muaj të veçantë, të begat, që Zoti Xhaleshanuhu deshti rahmet mëshirë për ne, që të na jep mundësi që ne duke ditur se kena bërë shumë mëkate gjatë këtyre muajve, 11 muajve të tjerë, e kemi rastin që ne të pendohemi, e kemi rastin që ne të përmirësohemi, e kemi rastin që ne të pastrohemi prej të gjitha këtyre mëkateve që kemi. Atëherë një respekt i veçantë, pavarësisht se respekti mund të bëhet edhe nëse nuk e agjeron, nëse me të vërtetë respektohet ai agjeruesi, nëse ai jepet edhe se jo vetëm që ka shpërblim ai që agjeron, po edhe ai i cili ja kryen një shërbim, po edhe ai i cili ja jep një gëllk ujë atij agjeruesit, apo një hurme, apo një llokom, apo një diçka tjetër që ja bën një shërbim, edhe ai e ka shpërblimin sikur ai i cili agjeron. Kështu që do të kisha patur dëshirë si mesazh për të gjithë popullin tonë, të mundohemi ta shfrytëzojmë këtë muaj, ta shfrytëzojmë, ta respektojmë, ta nderojmë muajin e Ramazanit në aq sa kemi ne mundësi, po ne gjithherë duke i respektuar dhe nderuar edhe ata njerëz të cilët pra e mbajnë këtë muaj të agjerimit, është respekt dhe nder edhe për ta. Ashtu qoftë pra zotëri Nica, ndërsa ju televizionistë të nderuar, kudo që jeni, mirë mbetëshi, fat e mbarësi dhe në emision të radhës mirupafshim.